Edhe në qytetin e Bulqizës u zhvillua një aktivitet në kuadër të 5 majt, ditës të dëshmorëve. Në mungesë të varrezave të dëshmorëve pasi Bulqiza i ka në peshkopi, aktiviteti u zhvillua pranë lapidarit që përkujton të rënët në luftën për pavarësi e liri në rrethin e Bulqizës. Në këtë aktivitet morën pjesë nën prefekti i Bulqizës Avni Muliu, drejtues të Bashkisë Bulqis, të organizatës së veteranëve, pasardhës të dëshmorëve, nxënës të shkollave e qytetarë të tjerë. Në fjalën e saj të rastit, kryetaria e Bashkisë Bulqis, Festime Mishtri, u shpreh se duhet nderuar vepra dhe kontributi të gjithë atyre që sakrifikuan jetën për Shqipërinë. Përshëndetje të gjithëve. 5 maj është një datë e rëndësishme historike për të gjithë shqiptarët, pasi rikujtojmë dëshmorët e vendit. Në fjalën time, dua të shpreh nderim për çdo person që sakrifikoi në luftën për çlirimin e vendit. Ne jemi këtu për të punuar fort, që për një Shqipëri më të mirë, më të bukur, për një Shqipëri që po zhvillohet çdo ditë dhe po bëhet një vend për të hyrë në Shqipërinë evropiane. Lavdi erojëve tanë. Në vijim përshëndetën kryetari i organizatës së veteranëve të Laçit Bulqis, Xheva Tilla, dhe zëvendës kryetari Sadik Damzi, të cilët sollën në memorie të gjithë ata që dhanë jetën në luftrat për liri e pavarësi. Evidentimi i dëshmorëve të Adheut ka filluar që nga lufta kundër ordhive turke të Hayreddin Pashës në Gjëric. Populli këndon: "Ti or pash ku e ke ushtrin, në fushë të Dibrës mi kanë ngri, jo ma pak se 12.000 kanë ngel një stikame në vorre pa hy." Gjatë luftës nacionale shqiptare populli këndon: "Në zogjet Dibrës këndon bilbili, mbi nënmalet ndryshon ylli i Shqipërisë me dandel qeta e lirisë." Në emër të organizatës Dëshmorët të Adheut për Bashkinë e Bulqizës, ju përshëndes dhe ju uroj të gjithë të mirat. Sot jemi në këtë ceremoni, kujtojmë ftijimin e të rënëve në aktivitetet e tjera dhe në luftë, pra Dëshmorët të Adheut, i përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Aktiviteti u mbyll me një koncert festiv të shkollës nënvjeçare Xhevde Doda Bulqis.